Ndodhem në rrugën Librazhd Elbasan, 200 metra përpara se të shkosh kur shkon nga Librazhdi. Kam ardhur ditën e sotme në këtë zonë, duke nisur nga Hotolishti, duke zbritur përgjatë rrjedhës së lumit Shkumbin për të kuptuar çfarë është bërë mbi këtë lum, për atë që dyshohet si masakër mjedisore. Jam dalur në këtë vend ku ndodhem tani. Pra, këtu është edhe lumi Shkumbin dhe kam parë këto pamje. Një eskavator i cili merrte inerte nga lumi Shkumbin, i kalonte në automjetin për t'i dërguar nuk e di se ku. Kam xhiruar 20 sekonda video. Pas këtij momenti kam marrë makinën time, e cila ka edhe logo në televizionit ku unë punoj, për t'u nisur përsëri drejt Elbasanit, për të vijuar drejt Tiranës. Sapo kam kaluar në rrugë një makinë me shpejtësi të madhe, e zezë foristrat më ngjitet mbrapa, duke më ndjekur, duke ma bërë me drite që të ndaloja. Nuk kam ndaluar, kam vijuar rrugën, më pas është futur në anën time të majt, është afruar tej mase shumë, ka kërkuar pra që të ndaloja, kam vijuar përsëri rrugën. Në atë moment kam tentuar të frenoj sepse po ecnin paralel që makinat ecte përpara, por makina ndalet më pret rrugën. Një akt tipik mafios që unë nuk jam përballur ndonjëherë. Një akt tipik i pamendueshëm për mua, sepse bëra një video si gazetar, sepse kam dyshime se ajo çfarë ndodh në lumin Shkumbin është një krim mjedisor. Kam telefonuar 129-ën, kam komunikuar, kam bërë denoncimin, kam dhënë targën e makinës, më pas jam drejtuar drejt komisariatit të policisë në Elbasan, ku kam bërë kallëzimin. Falenderoj punonësit e policisë atje për gjithë punën e bërë deri në atë moment, kanë identifikuar makinën, kompanisë që ajo i përket, e jemi edhe këtu në terren për t'i treguar çfarë ndodhi konkretisht. Unë nuk trembem, për atë që unë besoj se është e drejtë, nuk ka njeri në botë që të më kthej. Nuk trembem përballë çdo lloj kërcënimi apo çdo lloj akti mafios që mund të më bëhet mua. Unë i kam hyrë kësaj rruge, e besoj gazetarin, e besoj të drejtën, dhe sa kohë unë marr denoncime nga qytetarë, do vi t'i verifikoj dhe do t'i filmoj, do t'i publikoj, siç është rasti tani. Akte të tilla realisht nuk më friksojnë dhe nuk më frikson mua asnjë gjë si gazetar për të bërë punën time, dhe do ta bëj deri në fund.